Eksakt, dhe arrim të thoni gjithmonë ato që nuk thuhet. Po, mundohesh, ishte një unë, kam qenë e vogël. Megjithatë 20 diçka ishte mosha kur u ndryshoi regjimi dhe Nikos, kolegët e tij thanë që ani të dalësh në pension dhe pastaj Eurevist u shkatrua. Por që jam rritur me hallet e tij në mënyrë intuitive, sa ai nuk vinte në shtëpi dhe nuk është se fliste për punën, por kuptohesh situata që krijon njerë. Më kujtohet, më ka treguar që një dekan i fakultetit mjekësisë shkoi me kobure, thoshte Niko. Revole, po me kobure, se ato është si anët e tia, sepse në Osen ishte botuar një shkrim që fakulteti mjekësisë nuk nxjerr mjek, por nxjerr infermier. Dhe dekani atëherë ishte e fyer shumë dhe i shkon nuk e di, por dhe Niko se kishte një zemër shumë të madhe dhe një gjaktësi shumë të frikshme, do të thënë në momente shumë decisive që ishin kritike tamam. Dhe ai thot, po ku ka më mirë, një të gjithë do vdesim një ditë, i thot. Do kemi terminal gjithë një ditë. Ka gjë më të bukur, i tha, që të vdes nga dora një profesori, po gjuaj, tha. Dhe ullën u bë miq, dhe ka shumë, të tilla mund të ketë pasur pa fund, se shumë Agim Sulaj, karikaturist i njohur, tregon një histori me llampën që u bë nami për llampën se kishte dalë në kopertinë të Osenit, llampa e Vajgurit, dhe nuk ishte llampa elektrike dhe tani nuk e dhe gjetën një invers aq të bukur sa që e besuan, ose një histori tjetër prapë Nikon. Ti tregoj që të bëhet edhe më tërheqëse, sepse kur flet me shablonën nuk të dëgjon njeri. Më ka treguar dhe një histori, jo i madh, por dikush tjetër që ka qenë prezent. Festoi me miqtë e vet, Petro Marko, një emër i jashtëzakonshëm i letërsisë shqipe, feston me ditëlindjen. Dhe ishin një grup shumë i vogël, ka pasur një shtëpi dhe ka akoma vajza e tjera, Anita, para se të shkosh tek materniteti. Atëherë kontrollohesh çdo gjë, pra ato e dinin shumë mirë se ku ishte filani, dhe në këtë festim mes shokëve, shumë pak, mund të ishin 10 shokë që po kremtonin ditëlindjen e Petros, bie telefoni i shtëpisë dhe Aranita ngre në telefonin, thot, është Niko Nikolla aty? Po, i thot, ishte komiteti qendror. Dhe e tregova jo më kot ku e kishte shtëpinë Petro, pa të maternitetit, dhe di se ku ishte komiteti qendror, dhe Niko niset me atë hapin e tij, se ishte pak i shëndosh, shkon në komitet qendror, i thon, ke votuar një tregim për Petro Markon? Po. Domethënë ishte te ditëlindja e Petro Markos. Por mua ka qenë tronditse. Po, i tha, po nuk do ta votosh. Ndërkohë Seni ishte futur ishte 25.000 kopje, nuk ishte shaka. I thot, do ta heqësh tregimin, po ka shkuar në shtyp, i thot Niko. Anulloje, i dhe bëj letër revizën, nuk do dali tregimi Petro Markos. Shkon në shtyp me Alduri. I thot, sa kopje janë votuar, sa atëherë ishte me plumë, ishte një odise më vete. Sa kopje janë votuar, i thot, diku te 10.000 a 12.000. Okej, stopoj, i thot, stopoj deri këtu. Hej tregimin e Petro, ishin edhe 13 të tjera për të thashë, por nuk e anulloj. Hoqi tregimin e Petros dhe vuri tregimin e Florës, po them. Dhe vazhduan edhe kopjet e tjera. Tani dolën sa mi kopje me Petro Markon, 12.000 me Petro Markon, 13.000 pa Petro Markon. Këto me Petro Markon i merr dhe i shpërndan Komitetit Qendror në Tiranë, organeve qendrore. Ato me Petro Markon i merr çon, do të thonë ka luajtur edhe me veten e tij, si thua, por ja ka dalë. Do thonë ajo që më vjen mirë sot është se si ka mundësi që kanë kaluar kaq vite që nga viti 90, 4 dekada. Dhe si ka mundësi që e kujtojnë ata njerëz që janë rritë me Osteni, sikur është votuar dje. Dhe ka shumë njerëz të tjerë të cilët më thonë
të lutem Flora, mere dhe të ribotohet Oseni. Dhe më vjen shumë mirë që ka kaq shumë njerëz të cilët më kërkojnë, përderisa organizohen dhe 2 aktivitete me emrin e Niko Nikollës në karikaturë dhe në letërsinë e humorit, dhe më thonë të lutem si çfarë rrugësh do të ndjekim që të votojë Oseni. Dhe jo më larg se sa dje, Paulin Palushi, dha i Tet Palushit, një nga emrat më ndëj, kishte bërë një kopertinë të Oseni. Dhe thot Paulini, jeton në Michigan, është edhe bashkuara, punova për humor, me që isha ngeshëm, diçka që ndoshta mund të ndodhë. Ndoshta, gjithmonë ndoshta, por ato të tërë dhe kam përshëndetur dhe shumë njerëz, ato pak njerëz që kanë mbetur nga revista me shumë dashuri duan që revista Oseni të kthehet dhe besoj të shikojnë dhe anë ligjore se si mundet, pse jo përderisa kemi një facilitet që të bësh humor sot është shumë e vështirë, që të gjesh pena si shkanë qënë atë ko, Qamil Buxheli, Nonta Bulka, Spiro Çomora, më falin nëse harroj tani diko tjetër, Dionis Bubani, Dritëra Golli, jashtëzakonshëm me Arkën e Djallit dhe me shkëlqimin e rëndin e Shokut Zylo. Kështu që këto emra nuk bëhen më, nuk vinë më Petro Marko, Shefqet Musaraj, të gjithë to kanë qenë antar kolegjumin e revistën Oseni, nën lemën e Niko Nikollës që thoshte, në një revistë, nëse nuk shkel këmba e shkrimtarit, ajo revistë ka destinacion të atrofizohet. Pra, gjitha jo glamur do të e saj reviste, që ka 20 vjetë që nuk del dhe të tërë e kërkojnë, që ndronë pikërisht dhe shkryrës dhe sekretit. Më thënë që dhe kapja e talenteve të reja që gjenë të Niko, sepse një menaxher ato ka si objekcion të gjej, të përpunoj, të nxjerrë njerëz të rinj. Gjithë cilën e kisha Niko, sekundur u bë edhe me karikaturën. Për shembull, Ilir Pojani ishte shumë i mirë në karikaturë. Bujari ishte i krijuar, kurse këto erdhën dhe si të thuash, punuan Oseni edhe u lançuan. Nëse se Bujari e ke ciklopedi, ke karikaturë, e ken në aktrim, e ken regji, e ken skenar, pra është shumë poliedrik Bujari, kurse këto tjerët ishin vetëm në karikaturë. Agim Sulaj, Bert Goro, pastaj mos kujtoj Sabaudin Xhaferin, shumë njerëz të tjerë të cilët si thua në Oseni u kthyen në një shkollë karikature. Për shembull, Agim Sulaj mund të ketë 300 çmimë ndërkombëtare sot, pra ku çon Agim Sulaj? Ai del me Itali, por është shqiptar normalisht. Ku shkon Agim Sulaj, është pa diskutueshme që ai të mos nderohet me çmim. Pra këto janë gjithë shkollë që i kryej kushte, për shumë atje këtë zyrën e karikaturisë, ku kishte atëherë në atë kohë, do më thonë që të bëshe me xham, që t'i binte drita, që t'i kryon të kur, do më thonë, redaksia e revistës Oseni ka qenë një redaksi model, do të thoja. Kështu që duhet shumë për të folur për Niko, nuk